Por i kthehem sërish në studio dhe unë tani nuk jam vetëm, kam këtu afër dy bashkëbisedueset e ditës së sotshme, janë dy motra të cilat janë të ftuara për çmimet e tyre që i kanë marrë kohës fundit. Është afër meje Hana dhe Rona Miftari, dy handbollistet në klubin Çajer. Përshëndetje vajza dhe faleminderit që jeni bashkë me mua. Përshëndetje Gjashtë, faleminderit shumë për ftesën. Përshëndetje Rona. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Si kaloni? Mirë. Me temperaturat e larta që po ndryshojnë vazhdimisht, si po ja çoni? Mirë pak, ram po prap mirë. Rona, për ty? Shumë nxehtë. Rona, ti flokët pak më gjata, s'ke ki pak problem me këtë nxehtë? Nuk duhet mi prej. Jo mos i presi, pas ke shumë të bukura, nuk ja vlen. Faleminderit. Atëherë, juve qëllimi pse jeni të ftuar sot në studio është pikërisht çmimet që i keni marrë kohës fundit. Rona si handbollistja më e mirë mes 6 ekipeve, nëse nuk jam gabim, dhe disa kupën që e keni fitu, po më tepër në detaje do më tregoni ju se çfarë çmime e keni marrën. Fillimisht më tregoni se që sa vite po mireni me handboll. Kur kam fillu të mirem me handboll, kam qenë moshën 9 vjeçare. Deri më tani do me thonë që 7 vjetë mirëm me sportin e handbollit. 7 vjetë? Po, kam fillu si fëmijë në atë klub me handboll më marë dhe aty kam kalu gjysmën e familjes time. Okej. Rona, ti? Unë kam fillu prej moshës 8 vjeçare deri më tani. Dhe që i bjen sa vite pushtron? 6 vite. 6 vite, do më thëmë me njerë mas motrës. Po. Për ty realisht inspirim ka qenë motra. Motra. Për motrën ka qenë familja. Po, fillimisht, unë vi nga një familje që jemi gjithë, shumica e familjes jemi sportist. Duke fillu prej të daja i babit, Ferit Zahiri, i cili ka qenë një handbollist në kohën e Jugoslavis. Më pas edhe djali i tij, Driton Zahiri, i cili ka vazhdu sportin e handbollit njëkohësisht. Mandej, hala ka qenë ashtu një handbolliste. Si pasion e kemi handbollin edhe futbollin. Babi është një ish portier, i cili tash është trajner i klubit Struga Trimlum, kurse gjagji Alban Miftari është një portier. Kështu që për familjes jemi inspiru pse mos me vazhdu edhe neve si trashëgimi me handboll. Handbolli ishte diçka që e dorni t'ju, apo ndoshta pse keni pas familjar që i keni pas që janë mirë me këtë fushë dhe ju ka ngel në kokë? Jo, handbollin edhe kur e kam pa në për televizore, loja ku ka pasën kështu, më ka tërhek vetë sporti, nuk i di edhe thash, pse mos me provu ndështa mundemi me nxjerr më të mirën tonë aty, edhe kam dëshirë me pasën si pasion handbollin, jo vetëm si hobi. Okej. Rona, po për ty, edhe ti nga lojra duke i pa motra realisht ndeshjet në televizion në atë mënyrë, apo? Handbolli më ka tërheq shumë si sport, po pastaj e kam marrë vesh që i kemi edhe do familjarët handbollista, edhe më ka tërheq shumë me shku me ushtru handboll, edhe provum, edhe për ja delni realisht në banë. Keni marrë pjesë në përgara të ndryshme. Unë në fillimisht do të ndaljem tek garat e fundit, por më pas do më tregoni edhe për përvojat e juja. Atëherë ju keni fituar disa çmime këtu afër meje. Unë realisht po du me fillu me Ronën, pasi që Ronës nuk janë dëgjuar zërin fare. Rona, tregom se cilat janë çmimet e tua dhe në çfarë gare, në çfarë? Çmimet e mia janë gota dhe diploma. Okej. Atëherë që më kupton, kjo është. Po, këtu kemi pas turnir. Edhe kjo. Mes 6 ekipeve. Mes 6 ekipeve, unë u zgjidha si lojtare më e mirë. Dhe kisha dëshirë shumë të zgjidhem si lojtare më e mirë. Dhe u zgjidha. Dhe kur më përmendën emrin, ishte shumë ndjenjë e mirë, se është medalja ime e parë. Dhe shpresoj që më tutje të marrë medalje më të mira, më tutje. Me që se pas ka filluar me medalje, po besoj që kjo nuk do jetë as e para, as e fundit, por që sukseset do vazhdojnë edhe më tutje nga ana jote. Më trego
ti se me klubin keni fituar kupën apo? Po, këtu është kur kemi luajtur në turniri ka qenë para një muaje, ka qenë Jehona 2022, aty kemi marrë pjesë 4 ekipe. Kemi përfaqësuar vendin e tretë, domethënë kemi marrë vendin e tretë, mirë po kjo nuk ka qenë për neve aty mund dalën. Domethënë kemi kërkuar diçka më shumë prej vetes, kemi pa që neve mundemi edhe më shumë. Në turnirin e fundit që kemi pas, domethënë kemi dhënë maksimumin ton edhe kemi marrë vendin e parë, domethënë mes 6 ekipeve kemi qenë në vendin e parë, edhe vërtet kjo për ne ka qenë një arritje e madhe se prej vendit tretë e famë që mundemi neve më shumë pse mundaj vetëm të vendit tretë kur neve mundemi edhe më shumë prej vetes. Edhe si rezultat i mundit që kemi bërë treningave me angazhimin e trenerave tonë e arritëm edhe vendin e parë. Po më trego se ku i mbajtët këto gara? Gara e parë është mbajtën në Gostivar, Jehona 2022, ndërsa në e dyta ka qenë Ilindan. Okej, që nuk kupton në vendin ton janë mbajtë gara. Më trego se cila ka qenë përvoja juaj më e bukura që keni përjetuar deri më tani? Keni vite dhe besoj që keni marrë pjesë në programa të ndryshme. Po, kemi pas shumë, nuk më thashtë që kemi pas shumë eksperjenca, po në eksperiencën që kemi pas deri tani, çdo lojë për ne ka qenë normal kur kemi fitu, ka qenë kur e kemi dhënë maksimumin ton, ka qenë një ndjenjë shumë e mirë për shkak se edhe ana e publikut në kohën e pandemisë për neve sportistave ka qenë pak e vështirë se loja pak pa publik është edhe nuk e di, unë motivohem nga publiku kur i ndëgja ato zhurma. Ashtu realisht nga tifozët. Nga tifozët, po. E klubit. Dhe ka qenë loja ku kemi luajtur Mladenska dhe kemi pas një lojë me Strumicën. Edhe në atë lojë unë dhash edhe maksimumin tim, edhe mora lavdata nga treneri, nga publika, po ashtu nga prindët, nga familjarët, dhe vërtet kjo për mua ishte një inspirim për me vazhdu edhe ma shumë. Edhe ma shumë. Po ti? Unë kam marrë pjesë edhe në garat e shkollës për handball. Edhe aty gati se gjysat e gollas i dhash unë. Edhe tani krejt ato mësues të muru, bravo, dhe isha shumë e motivuar. Realisht, kur e shef që të gjithë po turojnë për një sukses cilin e ke arritur. Vajza ju gjithashtu jeni edhe në për shkollat, jeni në shkollë të mesme, ndërsa ti sapo ke përfunduar. Më trego fillimisht, Hana, ti çka po në çfarë drejtimi je? Unë jam drejtim teknik farmaceutik, cilin kam dëshirë me arrit atë çka unë e du prej vetes. Më tutje si ta mbaroj edhe shkollën e mesme, me vazhdu edhe fakultetin. Tani do e shohim fakultetin ose farmacin, ose do e ndjeki pasionin e gjyshit që ka pasur që ka qenë regjisor pashton këto, dhe kam dëshirë ta realisht një regjisore. Janë 3 drejtime të ndryshme, nga sporti, me mjekësinë dhe më pasaj edhe me si regjisere. Realisht të ngrej kjo? Si regjisore kam pas dëshirë me vazhdu edhe në shkollën e mesme si në ekonomi, më pas në fakultet për regjisora. Mirë po, duke mendu gjanat edhe shkollat për shkak tash nuk janë si ka qenë ma para, për fat keq, dhe për atë mendova që edhe farmacia është një drejtim i pastër, i mirë, ma për vajzë, për femër. Prandaj vazhdova farmacinë. Si shkollë të mesme, por që për në fakultet preferon që ta ndryshosh sërisht. Rona, ti përfundove shkollën je semi-maturante. Dhe çka po vendos ti tani realisht ku i ke dërzu dokumentat? Unë i kam dërzu dokumentat në shkollën Pançe Karagjozov. Okej, dhe të në mjekësi. Po, mjekësi.
për teknik dhëmbëve, stomatologe, edhe më pëlqen shumë si drejtim. Nuk e di ta do e shohim atutje. Sa i përket këtij drejtimi, ke në familje dikush që mirët me këtë drejtim, që je inspiruar, apo kjo që vetë Jo. thjesht ty të pëlqen? Po, mu thjesht më pëlqen. Fakultetin ndonë ta mbarosh të këtij drejtimi, apo si motra ke ndonjë ide tjetër? Jo, fakultetin du ta mbaroj si stomatologe, dhe pse mos me qelë një stomatologi time. Okej, ti tani do jesh në vitin e parë, ndërsa ti përfundove vitin e parë. Realisht po mirësh edhe me handball. E dim që shkolla e mjekësisë, të gjitha shkollat kanë rëndësinë e veçantë dhe vështirësitë e tyre, por mjekësia pasi që mirësh me shëndetin e njeriut, është paksa më sensitive. Sa ka qenë e vështirë për ty që njëkohësisht edhe të shkosh në për treninge, të mos mungosh në përgara, edhe gjithashtu të jesh e shkëlqyer edhe në shkollë. Realisht, kjo periudhë për mu ka qenë paksa e vështirë, për shkak se në atë periudhë ishin edhe lojat kur unë bëjshin, po dhe kisha obligim me shku në stërvitje, me mësimet normal, si e din gjithë mjekësia është paksa e vështirë. Edhe me të vërtet ka qenë shumë e vështirë kjo periudhë për mu, se duhesh të shkoj një mëngjes në shkollë, aty pak tani kur kthehem shpe e lodhur, u deshte me marrë mësimet, mi përsërit me mësue, mandej në mbrëmje u deshte me shku në trening, kur u kthesha në shtëpi vonë, sepse ne ushtrojmë me dy ekip, me dy grupe, edhe për atë kur ushtrojmë me ekipën e parë, ishim pak treningat, do me thonë ora 8:30 mbrëmjes, edhe kur u ktheshim në shtëpi që jetojmë edhe larg, u ktheshëm vonë, edhe për atë ka qenë e lodhshme realisht. Por me këtë nuk kupton, kjo mund të jetë edhe një motivim për gjithë ata vajzat e reja ose djemtë që të na ndjekin, që thonë që nuk kanë kohë të mirën edhe me hobit e tyre. Njeriu kur don, gjen kohë për çdo gjë. Rona, ti na tregon si e ke pas rutinën ti? Unë kam pas shumë keq se kam pas shkollën aty ku e kam sallën, edhe 2 herë në ditë u desh me shku të njëjta shkollë. Të njëjti objekt. Të njëjti objekt. Më nuk don me pa shkollën. Edhe do vazhdoj prapë aty me shku. Edhe shumë e lodhshme, po prapë unë s'jam dorëzu edhe. Realisht, sa të qoftë ka qenë e lodhshme, unë me atë pasionin ndaj sportit që po e shoh, pa durim keni prit momentin kur të keni treninget. Sa herë në javë keni pas? Kemi pas çdo ditë. Okej. Po tani janë pauzë ekipa e parë, ne ushtrojmë me pionerat edhe kadetat. Prej 3 herë në javë jemi. Me ekipën e parë, unë faleminderoj shumë trajnerat tonë që angazhojnë kohën për neve dhe për gjithë vajzat tjera që ushtrojnë aty. E faleminderoj shumë me ekipin e parë që merret trajneri kryesor Basri Latifi, trajneri portierave Gafur Asani dhe Sintimos Berat Sinani. Kurse në grupën e dytë që ushtrojnë me pionera dhe kadeta Mladinska, e faleminderoj mësuesen Mia, Daniela dhe Shqipën. Të ri falenderojmë edhe ne gjithë këta që i përmendet, pasi që ju ndihmojnë të rinjave që kohën e tyre të lirë ta kalojnë në mënyrë efektive, ku është mirë edhe për organizmin e çdo njeriu që të mirën me sport, edhe për shëndetin, edhe kështu me radhë. Vajza, unë ju falenderoj zakonisht shumë që ishit pjesë e emisionit tonë, që ndatë me neve edhe fitoren që i keni fituar, por gjithashtu edhe rreth shkollës juaj, mënyrën se si koordinoni kohën, kur njeriu don, gjithçka arrin. Këtë mesazh unë besoj që e lat edhe përballë ekraneve televizive. Unë shpresoj të takohemi sërish me sukseset e juaja që do ja arrini në të ardhmen. Sërish faleminderit shumë për ftesën, shpresoj të shihemi sërish për momente edhe më të mira. Po besoj edhe unë. Faleminderit shumë për ftesën, kjo ishte një motivim shumë i mirë për mu dhe shpresojmë të vim prapë. Sa kënaqësi për mu ta ndëgjoj Ronën të folë, se në fillim Rona thojke, mos më pyet shumë mu se mu po më vjen mare, por Rona foli më shumë si përfundim. Faleminderit shumë edhe një herë që ishit bashkë me ne. Të dashur miq, kjo ishte biseda me këto dy vajzat shumë të bukura. Unë e shijova te imase, shpresoj që ta keni shijuar dhe ju. Ne tani do të shkëputemi për disa minuta dhe do vazhdojmë sërish për të lansuar gjërat e tjera që kemi përgatitur për ju, andaj qëndroni me ne.